Shtema që të dorës. Ja si që po shifët, i kemi qitë në gjyrë shumë omës. Edhe bletët janë duke ja pastruar në gjyrë. Se s'najt e ortë. Ja ku duket oma më të bardha të mrena. Nëse arrin me pastru mirë, e lojnë tjeton. Nëse nuk arrin e vrasin. Ja oma ku duket më të bardhë. Ish ma duazën? Po, si duket, komën e parë ka të palëvizshme. Që një gjysore po e presim. Kjo më ka ndodhur edhe më herët, po kanë arrit me pastru. Mirë po, do shta me përcjell me ditë saktë. Apo bohet në gjendje me eca ju. Amatimin në herë të shë, situatën. Kanë punë akoma, nëse arrin të pastrojnë me sukses. Hiq ma që të dorësve. Oma ka qenë e vitit kaluar e re. Do shta për vrejni më të bardhë. Ja, është mbuluar nga bletët, duke u munduar që ta pastrojnë. Mirë po, është ngjyra shumë e keqe, nuk hiqet lehtë. Nëse arrin t'ja lirojnë komt, do ta lojnë t'jetuj. Nëse jo, do ta vrasin. Shpresoj që ta pastrojnë. Pra keni kujdes kur e ngjyrosni omat, sepse mund t'ju nshoj lopcin ndonjëherë shumë në ngjyrë. Ja. Këto është gjysma e bletës, gjysmën e kemi qitë në onën tjetër për t'ja qitë kotin e dytë. Ju përshëndes.